Gjeçaj, një ndeshje e humbur në një durp, ndoshta. Me thënë drejtën, nuk e kishim menduar kështu, se shkon ndeshja kështu. Ekipi u përgjigj mjaft mirë kundërshtarit. Këtë di thënë që skuadra është në rritje, pra në krahasim me vitin e kaluar, sepse është po e njëjta përbërje. Hera parë që kanë lëvizje, nuk kanë një lojtare. Përballon një kundërshtar që ja pretendon për titullin kampion. Por duhet të thonë që jam i befasuar me thënë drejtën për i vojzës që kanë bërë një ndeshje përmas me thënë perfekte. Kësaj momente vetëm ato 4-5 raste që e kishim lojën dorë, nuk kishte nevojë me shku me 2 shtesa lojet, por pa pjekuria, në fakt duhet me pas pak eksperiencë në tilla momente dhe me shumë pak gjëra kishim fituar ndeshjen, gjë që do të kishte kanë një fitore shumë e rëndësishme për ne. Megjithatë, sigurisht besoj edhe kontingjenti ndikon, sepse dalja dy lojtarë me përvojë rreshpes dhe dashjes ndikon në shtesën e dy lojtarët tona më të mira, mase ne me plotësimin e 5 gabime personale. Por edhe në momentet e fundit prap kishim mundësi për me bën një gjujtje, po janë vajza të reja dhe na losin me 17 vjeç, duhet me ditë. Vetëm me kapitenin që ishte Medina Mustafa, të tjerët ishin shumë janë të ekipit të re. Cili është pretendimi i Vllaznisë në sezonin e ri? Pretendimi ne i kena pretendimet, me thënë drejtën, maksimali është me hin 4-shë, kurse minimali është mos me u largu prej 6, sepse nuk i dihet vitin tjetër mund të bëhet kampionati me më shumë skuadra, por ne gjithmonë duhet me kenë në 6 skuadra më të mira. Por këtë duhet koncentrim, mos të bëjmë sigur luajt më mirë edhe, por duhet me kenë pak me kam tokë, sepse ndeshjen tjetër e kanë në Elbasan, që është ndeshje pak e vështirë, se është fushë kundërshtar dhe është ekip pak që aty ku mundet më u kap dikun, kapin. Por kam besim te skuadra që këtë ndeshje me kry mirë. Pastaj kena një transfer të vështirë me Flamurtarin, vjen Tirana, por ju e pat vetë, edhe këta kanë lojtarët huaj, gjithë ekipet kanë lojtarët huaj. Pikërisht kur do vijë ai moment që Vllaznia i vetëm kënaqet që nuk do të largojnë lojtarë, por të ketë përforcim. Gjergj, na e kena shumë vështirë, sidomos si qyteti jonë është shumë vështirë, sepse pa një ligj mirëfillt sponsorizimit që e ka tan bota, ne nuk mundena, edhe sporti jonë nuk mundet me ecë përpara. Nuk mund të shkosh ti thush dikujt që aman më jep kaq lek sepse më duhen për ekipin se step kush. Se gjëja e parë thet për ç'a? Për çka? Pra tonë botën është ligji i sponsorizimit, kurse këtu te na, edhe Kosova e ka bën, duhet me marr shembull prej Kosovës, ku ekipet janë të umyt me mijëra euro kanë ekipet, na mesin vetëm me buxhetin e bashkisë dhe vazhdojnë, kena hemorragji lojtarësh. Paktën me dy lojtarë me përvojë, na kishim pas ekip që me lujt me çdo ekip pastaj. Por edhe kështu thashë jam i kënaqur, jam i befasuar për skuadrën se do të përgjigjej skuadrën të Shqipërisë. Shansi pak eksperiencë duhet ti e pe vetë 4-5 herë kishim lojën dorë. Kështu që s'ban. Faleminderit. Faleminderit aty.